Unë pa kredve. A mundem? Po. Të ndëruar përfaqësues të medjave, të ndëruar zonë e zotëri, këtu flas në kapacitet të pozitës time si zëvendës kryetare të Partisë Demokratike të Kosovës. Dua t'ju informoj se Këshilli Drejtues i Partisë Demokratike ka pasur mbledhje gjatë prej orës 8 të mëngjesit deri më tash. Ka pas pikpamje të trajtuara në detaje për atë në cilën fazë gjendet vendet dhe si Kosova të lëviz përpara dhe pas shumë debateve që kanë qenë të prezantuara aty nga përfaqësues që janë në nivel të degëve, në nivel të deputetëve, në nivel të anëtarëve të kryesisë, është marrë vendimi që Këshilli Drejtues ta bartë vendimarrjen tek kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës dhe të grupit parlamentar. Mbetet grupi parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryesisë që gjatë një orëve të ashme ta përmësojnë përfundimisht këtë vendim. Kështu që tash do të ketë një mbledhje të grupit parlamentar, do të ketë një mbledhje të kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës dhe këto si organe më të larta të partisë, në mbështetje të Këshillit Drejtues, do ta marrin vendimin përfundimtar. Do thotë Këshilli Drejtues vetëm i ka dhënë drejtim debatit tonë. Ju sigurisht keni shumë pyetje, po atmosfera është në TDK shumë pozitive, se TDK është parti e shpresës, e optimizmit dhe besimit, dhe atmosfera është në TDK shumë pozitive. Do Hoxha në ora 10 fillon seanca, ndërsa unë isha i qartë, unë përveç me ju dhe flasë në media ndërkombëtare shpesh, unë na mund të flasë shumë gjatë, po do të thotë qëndrimi i jonë si TDK, i Këshillit Drejtues është që kryesia dhe grupi parlamentar të marrin vendim për proceset të cilat e presin vendin e seancën e ashme të Kuvendit të Kosovës. Vërdimi për kryesinë e Kuvendit. Ka jo për kryesisë dhe grupit parlamentar për në vendosë edhe me sanction vendime. Lena, shku! Gjysh! Jo, Okej. Jo, Ur, nee, je wordt er wat gestoord? Ja.